Në zbulim të jetës së mëparshme, në vitin 1961, Jan Stevenson mori pjesë në një stage, ku aty tregonin disa njerëz që njihnin jetën e mëparshme. Madje mes tyre kishte edhe të mitur. Ai nuk e besoi, por ajo që ai zbuloi ndryshoi psikologjinë. Më vonë, madje Jan Stevenson u bë një nga psikiatrët më të rëndësishëm në botë. Dëgjoni me kujdes sepse ky është një nga ato argumente delikate, por është mjaft i rëndësishëm, do ta bëj të thjeshtësuar që ta kuptojnë të gjithë dhe do t'i lutesha në fund të kësaj ligjërate të lini komentin tuaj dhe nëse është e mundur, kush nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Jan Stevenson kishte përfunduar studimet për psikiatri. Pra ishte një mjek, si mund quhet psikiatër, sepse kishte disa pacient që shkonin tek ai për tu vizituar. Ai kishte vënë në re diçka, por nuk e kishte kuptuar ende se përse bëj fjalë. Teksa bënte këto vizitat, disa të mitur, më shumë të mitur se sa të mëdhenj, tregonin për një jetë të mëparshme dhe kjo ndodhi vetëm në momentet ose ndodhte në momentet e hipnozës regresive. Dhe çfarë bëri ky? Pas këtij stage, sepse mori pjesë në një stage që bënte dikush tjetër, pra si psikiatër, një psikiatër tjetër që nuk jam mbaj mend emrin tani, dhe Jan merrte pjesë aty. Jan, që ishte vërtet ai kishte lindur në vitin 1918 dhe në vitet 1960 ai ishte në kulmin, si mund të quhet, të studimeve të tij me fjalë për sa i përket psikiatrisë, pra mendjes së njeriut. Duhet dini që mendja e njeriut është ajo më komplekse dhe për ta studiuar atë nuk është vetëm një studim shkencor si e quajmë ne, por duhet edhe të tejkalosh disa caqe që nuk janë parametra njerëzore, por kanë të bëjnë me diçka tjetër që është e mbinatyrshme. Le të themi kështu. Dhe ajo që bëri pra pikërisht Jan. Jan çfarë bëri? Pas atij stage, pra në vitin 1961, mendoi që të bënte disa teste dhe mori disa pacientë që ai njihte. Në fakt, fillimisht ai mori rreth 20 pacientë, 22 pacientë, për të kuptuar se çfarë ata kujtonin të jetës së mëparshme, sepse truku i kësaj ku ishte. Të gjithë thoshin që, të gjithë këta pacientë që ai kishte seleksionuar, thoshin që kujtonin jetën e mëparshme, kujtonin disa fragmente, një shtëpi apo diçka që ishte e çuditshme se si ishin perfekte ashtu siç i tregonin këta, por ai nuk ishte i bindur për këtë dhe kujtonte se ndoshta ishte mendja e njeriut që i gjeneronte ato, si për shembull edhe déjà vu. Duhet dini që déjà vuja shkencërisht mendohet që është diçka që njeriu nuk e ka, por e rishfaq në momentin që e ka parë. Pra sikur të kthehet prapsh shiriti dhe pastaj ta tregoj. Pra e vetmja mënyrë që mund të kuptohet nëse ky déjà vu apo fakte të tjera të një jete të mëparshme është e vërtet ose jo, ishte vetëm mënyra e hipnozës ose është ende hipnoza regresive. Dhe çfarë bëri Jan? Mori këta 22 pacientët e tij dhe filloi që t'u bënte pyetje gjatë hipnozës regresive. Ishte çuditshme, sepse shumë prej këtyre tregonin me përpikmëri se ku kishin qenë, çfarë kishin bërë, kush ishte familja e tyre, etj. etj. E mëparshme, familja e mëparshme, vendet e mëparshme, ku kishin jetuar më përpara, etj. etj. Por ai nuk e besoi ende. Dhe çfarë bëri? Merreni mend, ky ishte një profesor, një psikiatër, ishte një nga njerëzit më të njohur në atë kohë, por u bë akoma më i njohur me kalimin e kohës. Ai bëri diçka tjetër atëherë. Kërkoi pacient në mbar botën, shkoi në çdo vend, në Turqi, në Indi, në Francë, në Itali, në Angli, pra shkoi gjithandej për të gjetur disa fëmijë që tregonin, kryesisht mori ata fëmijë që tregonin se kishin disa remembering, si quhet, disa kujtime të një jete të mëparshme. Dhe çfarë zbuloi? Zbuloi që në 2500 fëmijë, 2400 e ca fëmijë, që të gjithë këta tregonin me përpikmëri jetën e mëparshme, por nuk mbaron me kaq, sepse disa prej tyre flisnin disa gjuhë që nuk ekzistojnë më në planetin Tokë. Përveç se sepse fillimisht ai zbuloi disa fëmijë që flisnin latinisht ose gjuhën latine të vjetër të romakëve, ose të tjera akoma që flisnin aramaiko ose gjuhë të tjera që nuk njihen më sot. Madje edhe gjuhë që nuk njiheshin fare.
gjuhë që ai nuk e ka iden fare, keni të shkruar edhe në librat e tij, nuk e dinte se çfarë gjuhë është. Nuk i ka zbuluar kush ende sot se çfarë gjuhësh janë këto që thoshin këta fëmijë. Por nuk marron këtu, sepse nuk tregonin vetëm gjuhë, por tregonin edhe familjen, njerëzit të afërmit, çdo gjë që ata kishin përjetuar në atë jetë, pra në jetën e mëparshme. Merreni me mend, disa nga këta fëmijë, që mos gaboj ishin rreth 58, një gjë e tillë, ai e bëri që, me fjalë, çdo fëmijë që gjatë momentit të hipnozës regresive të ktheheshin mbrapa në kohë si një shirit. E keni parasysh një shirit që mund të kthehet pas në kohë, por jo vetëm të jetës së mëparshme, por edhe jetës së mëparshme akoma dhe të mëparshme akoma, deri në 7 gjenerata. Edhe njëri nga këta, për shembull, tregoj vetëm një, stash ishin 50 ca. Njëri nga këta fëmijë kishte qenë faraon. E di që duket paradoksal, duket budallëk, por ky fëmijë nuk kishte hapur një libër. Ishte një fëmijë 6 vjeç dhe nuk kishte hapur një libër. Nuk dinte sepse nuk dinte të lexonte ende. Ku i dinte ai emrat e atyre faraonëve, ku i dinte emrin e motrës së vllajt që nuk ekzistojnë as në libra, ishte vetëm në disa vende që ishin gjetur, pra të shkruara në disa pllaka, aty ku i kishin gjetur faraonët. Madje njihte se sa kishte shpenzuar për ndërtimin e një kolone, mos gaboj, gjigande, etj. Por nuk mbaron këtu, sepse në Indi, për shembull, gjeti një fëmijë që ai thoshte që në jetën e mëparshme i kishin qelluar pas koke këtu. Dhe e çuditshme ishte që ai kishte një shenjë. Mu aty ku e kishin qelluar, pra fëmia që kishte lindur tani. Dhe në jetën e mëparshme tregonte që ishte vetë rreth viteve 1900, mos gaboj, ai kishte qenë, me fjalë, kishte vdekur i ri. Dhe tregoi vendin eksakt, kush e kishte vrarë, çfarë kishte. Dhe nga ai moment filluan denoncimet, sepse kishin vënë re që Jan Stevenson i gjente me vërtet, me një fjalë, kush i kishte vrarë në jetën e mëparshme. Çështje që nuk ishin zgjidhur, për shembull, disa nga këto çështje nuk ishin zgjidhur kurrë. Dhe ai mund t'i zbulonte vetëm me hipnozën regresive që njerëzit, pra këta fëmijët, thoshin gjatë hipnozës regresive, pra që zbulonin gjatë hipnozës regresive. Bile në një intervistë që ka bërë ai për Voyager, për emisionin e Rajit, sepse Jan Stevenson vdiq në vitin 2007. Në fakt ai nuk donte të linte shumë intervista, sepse e cilësonin si sharlatan disa kolegët e tij. Por ai bëri një revolucion, sepse ai zbuloi atë që nuk e kishte zbuluar kush, që ka njerëz që jo rimishërojnë, si mund të quhet. Ai nuk e zbuloi. Të themi të vërtetën, nuk e zbuloi, sepse thot dhe vetë ai edhe në emisionin Voyager. Do t'i them se çfarë zbuloi. Pra, në të vërtetë, Jan Stevenson thoshte që njerëzit njohin të vërteta të jetës së mëparshme. Unë nuk di se çfarë është, thoshte. Unë nuk e di, unë di vetëm kaq që njerëzit, me fjalë fëmijë apo të rritur, unë kur e fus në hipnozë regresive, ata kujtojnë jetën e mëparshme. Kujtojnë jetën e mëparshme në mënyrë perfekte, me ku kanë jetuar, si i quheshin, familjen e tyre, çdo gjë. Pra, kujtojnë vendin, qytetin, fshatin, çdo gjë. Dhe ajo që është me rëndësishme, kujtojnë momentet e fundit, pra të vdekjes së tyre, ku i kanë varrosur, çfarë kanë, pra që të gjitha me përpikmëri. Dhe unë nuk di, thot ai ka një ide, sepse ka bërë dhe libra, siç u thash, ai kishte një ide, por nuk e thoshte. Me një fjalë, për të ishte rimishërimi bëhet është në një mënyrë si pretendohet, kjo nuk është shkencore dhe nuk e ka thënë publikisht, por do i them se çfarë ka mendonte ai, që ja u ka thënë kolegëve të tij. Ai pretendonte që nuk është Zoti nuk los me zare, tha në një mbrëmje. Por ai lëviz në mënyrë matematikore. Dhe kur shkon dhe gjeneron, ose mund të themi te kalon, pra këtë shpirt në një shpirt tjetër, pra në një trup tjetër, shpirtin e njërit për shembull që vdes në një moment, e kalon në një tjetër, është e përpunuar në mënyrë matematikore, nuk është rastësore. Sepse në qoftë se për shembull njëri ka ka jetuar në Arabinë Saudite para 50 vjetësh për shembull, dhe pastaj rimishërohet për shembull në Evropë, në Itali për shembull apo në Shqipëri, kjo thot nuk është rastësore dhe tregonte disa fakte që pse ai e mendonte kështu. Megjithatë ai në ato që ka deklaruar thot që nuk dim
Me fjalë, unë personalisht nuk e di se çfarë ishte kjo. Çfarë është kjo? Ky studim. Unë u ndala këtu, thot ai. Deri këtu ishte puna ime. Pra, ai zbuloi që shumë njerëz, kryesisht fëmijë, mbajnë mend në mënyrë eksakte jetën e mëparshme. Dhe pyetja është, çfarë ndodh me njeriu që ai të mund të kujtojë jetën e mëparshme? Mos ndoshta këtu ku gjendemi pra në këtë kupol ose në këtë firmament, si mund të quhet, brenda tij, ajo që ka qenë është dhe mbetet, pra ajo gjithësia që është këtu, të qëndrojë gjithmonë për rreth njerëzve, për rreth njerëzve, dhe të rimishërohet në pafundësi, pra energjia, shpirti. Dhe mundet që ky shpirt të jetë një i vetëm, nuk e di më kuptoni apo jo, të jetë një i vetëm për të gjithë. Dhe pastaj secili ka shansin ose ka forcën që të kujtoj, sepse ngjyen nga kjo memorie universale, ai ngjyen, si mund të quhet, memorie, informacione. Dhe ai pastaj në një moment i tregon, pra mundet që disa kanë këtë veti dhe nuk është gjithë tjetër veç se një memorie universale që e përdorin të gjithë, pra një shpirt i madh që e përdorin të gjithë. Atëherë nëse kjo është e vërtet, do të thotë që ky është Zoti ose Perëndia ose krijuesi, sepse është pjesës, pra një trup i vetëm që e ndan pra pjesën e tij, pra frymën e tij, duke ja dhënë njerëzve për t'u dhënë jetë. Më thoni nëse ka sens ose jo kjo që po ju them unë tani. Bile do t'ju them, nëse ju bëni sot një hipnozë regresive, në përgjithësi, të gjithë, të vegjël ose të mëdhenj, do të shikoni që ka shumë mundësi që 20, ndoshta edhe 30% prej jush do të zbulojnë gjëra që nuk i dinit. Pikërisht me anë të hipnozës regresive. Pra, gjatë momentit të hipnozës regresive, nëse do t'ju hipnotizojnë dhe të tregoni për jetën e mëparshme, unë jam i bindur që edhe mes jush ka njerëz të tillë që kanë fuqi që të njohin jetën e mëparshme, se kush kanë qenë, çfarë kanë bërë. Dhe pyetja është, nëse kjo është e vërtet, çfarë është kjo energji ose çfarë është kjo mënyrë e të kuptuar ose të njohurit të jetës së mëparshme? Mos ndoshta le të hidhemi në një deg tjetër tani. Mos ndoshta secili prej nesh ka një detyrë të caktuar që duhet futet në një trup dhe në një trup tjetër dhe të përcjell këtë energji, pra këtë shpirt në pafundësi. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse është një nga argumentet më komplekse por më të rëndësishme të viteve të fundit. Ju përqafoj të gjithëve, ditë mbar.